Dhe pse kanë kaluar 5 vite nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, shumë problematika kanë ngelur të hapura dhe banorët e prekur vazhdojnë të jenë pa zgjidhje. E tillë është dhe gjendja në pallatin që njihet si Pallati Hoxhkja dhe ndodhet në lagje me numër 18 në Durrës. Godina rezultoi me dëmtime të shkallës DS3 dhe është ndërhyrë 2 herë në objekt, por problemet nuk kanë gjetur zgjidhje. Ujërat e zeza derdhen në sipërfaqe dhe punimet ja lënë në gjysmë. Rruga hyrëse në pallat është improvizuar nga vetë banorët që jetojnë aty. Ndërhyrja e realizuar, e cila konsistoi në një brez betoni që rrethon pallatin dhe vendosja e pllakave të reja në sheshpushimin e shkallëve, nuk i dha zgjidhje shqetësimit kryesor të 30 familjeve që banojnë aty. Banorët u duhet që të ndjejnë erën e rënd të ujrave të zeza në çdo kohë dhe lagështia është krijuar brenda banesave të katit të parë. Ky pallat 5 katësh është në nivel dhe kërkon një ndërhyrje të specializuar për rehabilitimin e kanalizimeve. Por asnjë ndërhyrje e tillë nuk është bërë. Dhe në këto kushte, pallati ka probleme që lidhen pikërisht me gjën më shqetësuese, që janë ujërat e zeza.